Specialistë sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin Ehmet, 36 vjeç, banues në Shirok, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje dehur. Ure formal në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin PA, 30 vjeç, banues në Shkodër, pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa le drejtimi. Gjithashtu nisi procedimi në gjendje lirë për shtetasin AH, 40 vjeç, banues në Shkodër, pasi ditën e djeshme duke drejtuar automjetin, dyshos se për shkak të një manovre të gabuar ka përplasur motomjetin me drejtues shtetasin L, 19 vjeç, i cili ndodhet në Spitalin Regional të Shkodrës jashtë rrezikut për jetën. Po në vend të veprimit u procedua penalisht dhe drejtuesi i motomjetit, shtetasin L, pasi po drejtonte motomjetin pa le drejtimi. Specialistë për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër arrestuan shtetasin AV, 37 vjeç, banues në Shkodër, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike të vazhdueshme ndaj nënës së tij. Shpallën në kërkim shtetasit SHK, 40 vjeç, dhe AK, 41 vjeç, të dy banues në fshatin Gruemir, pasi dyshohet se me datë 8 nëntor në fshatin Likaj për motive dobta kanë qelluar marrën zjarrin në drejtim të banesës së shtetasit QL, 40 vjeç. Vion puna për kapjen e tyre, njoftoi policia. U referuar në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin AH, 55 vjeç, banues të Shkodër, pasi u konstatua se kishte bërë një rrethim me rjeteli, të cilin e kishte mbushur me inerte dhe e kishte përshtatur si parking. Materialet posteriore i referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër për veprime më tejshme. Ndërkohë rreth orës 8:15 në hyrje të qytetit të Fusharrës, në rrugë është gjetur trupi i pajisë shtetasit PM, 65 vjeç, nga kçyra paraprak e trupit nuk janë konstatuar shenja dhune apo dëmtime të tjera. Grupi hetimor vijoi punën për përcaktimin e shkakut të humbjes së jetës dhe dokumentimin e rrethanave të këtij rasti.